19 nëntor. Të gjithë kemi nevojë për ndihmë. Le t'i afrohemi pra me guxim fronit të hirit, që të marrim mëshirë e të gjejmë hir, për të pasur ndihmë në kohën e duhur. Hebrejve 4:16. Secili prej nesh ka nevojë për ndihmë. Ne nuk jemi perëndi. Ne kemi nevoja, kemi dobësi, pështjellim, kemi kufizime të shumë llojshme. Ne kemi nevojë për ndihmë. Ama, secili prej nesh ka edhe diçka tjetër. Ne kemi mëkate. Pasoj, thellë në zemër e dim se nuk e meritojmë ndihmën që na nevojitet. Dhe kështu ndihemi të zënë në kurth. Kam nevojë për ndihmë që ta jetoj jetën, që të përballoj vdekjen dhe të ballafaqohem me përjetësinë. Kam nevojë për ndihmë me familjen time, me bashkëshorten time, me fëmijët e mi, me vetminë dhe punën time, me shëndetin dhe financat e mia. Kam nevojë për ndihmë, por nuk e meritoj ndihmën për të cilën kam nevojë. Prandaj, çfarë mund të bëj? Mund të përpiqem të mohoj gjithçka dhe të shtirem si Superman apo supergrua, që nuk ka nevojë për kurrfarë ndihme. Ose mund të përpiqem që të mos ja vë veshjen asgjëje dhe ta zhyt jetën time në një pellg kënaqësisht sensuale. Ose thjesht mund t'i dorëzohem paralizës së dëshpërimit. Ama, mbi këtë situatë të pashpresë, Perëndia deklaron: Jezu Krishti u bë kryeprift për ta shkatëruar atë dëshpërim me shpresë, për ta përullur atë Superman apo supergrua dhe ta shpëtoi atë mjeran që po mbytet. Po, ne të gjithë kemi nevojë për ndihmë. Po, asnjë nga ne nuk e meriton ndihmën që kemi nevojë. Por ne i themi jo dëshpërimit, krenarisë dhe shturjes. Ja çfarë thot Perëndia. Për shkak se kemi një kryeprift të madh, froni i Perëndisë është një fron hiri. Ndihma që kemi nevojë në atë fron hiri është mëshira dhe hiri për të na ndihmuar në kohë nevoje. Hir për të ndihmuar. Jo një ndihmë e merituar, por një ndihmë e hirshme. Ja pse kryeprifti, Jezu Krishti, e derdhi gjakun e tij. Ti nuk je zënë në kurth. Thuaj jo asaj gënjeshtre. Ne kemi nevojë për ndihmë. Nuk e meritojmë, por mund ta kemi atë. Mund ta kesh ndihmën tani dhe përjet, nëse e pranon dhe beson në kryepriftin tënd, Jezusin, birin e Perëndisë, dhe i afrohesh Perëndisë përmes tij.